Në një kohë kur realiteti shpesh të i kalon imagjinatën, shfaqja amerikan u soll në skenën e teatrit Skampa të Elbasanit, si një reflektim i drejt për drejt mbi botën e sotme dhe humbjen e vlerave njerëzore. Si shkoj dita ashtu? Shumë mirë. Pati shumë pacientë? Po, si zakonisht. Kjo vepër ndërthur humorin me dramën dhe romancën, duke sjellë një tablo të thellë mbi marrëdhëniet njerëzore, dilemat morale dhe botën e nëndeshme, ku humbet ndjeshmëria dhe qëllimi. Roli im nuk është kryesor, roli im është viktima, unë jam viktime kësaj historie, i cili futet në këtë vorbullën e botës nëndeshme, për të bërë pjesë dhe kupton që është një botë në cilën nuk i takon, edhe kërkon të rikthehet. Unë them që pas një viti e gjys, në këtë shfaqje kemi thënë para një viti e gjys. Edhe ishte mirë edhe për ne, na kishte marrë malli edhe për ta luajtur, them drejtën. Domethënë sot kemi bën një replik shumë të mirë në Elbasan, them unë. A do vjoj shfaqja turin e vetë? Po, ne po bëjmë një përpjekje, pas Elbasanit jemi në Vlorë, jemi 2 net në Vlorë, do të jemi në Ersek, do të jemi në disa qytete për ta shfaqje. Përmes një gjuhë ironike e situatave të papritura, personazhet përballen me botën e deformuar të realitetit të sotëm, ku e mira dhe e keqja shpesh ndërthuren. Ne kemi dhënë shfaqjen fillimisht në Tiranë dhe për publikun e Tiranës ka qenë një pritje fantastike, ashtu ishte edhe në Elbasan. Kjo shfaqje do shëtisi në shumë qytete të Shqipërisë dhe shpresoj që të gjithë ta shijojnë po aq sa Tirana. Aktuale, në fakt, për gjitha lidhjet që ka me realitetin që jetojmë çdo ditë, kemi 3 personazhe të gjendura në zgjedhje shumë të vështira jetësore dhe me ngjarjet që po shohim rreth e rrotull, për fatin e keq ka një lidhje shumë të fortë me realitetin shqiptar. Fabula ndjek rrugën e Suzanës, e cila bëhet objekti i konflikteve midis 2 miqve, Mik dhe Mike. Si në realitetin tonë të përditshëm, tensionet dhe problemet ndërpersonale bëjnë që çdo marrëdhënie të ketë sfida të vështira për të përballuar.